Një reagim i fortë ka shpërthyer pas postimit të eurodeputetit dhe ish kryebashkiakut të Himarës, Fredi Beleri, i cili ka përkujtuar 17 shkurtin 1914, shpalljen e të ashtu quajturës autonomi e Vorjo e Pirit. Në mesazhin e tij publik, ai e cilëson këtë moment si akt dinjiteti dhe vetvendosjeje. Por për shqiptarët, 1914 nuk është një kapitull krenarie, është një nga periudhat më të dhimbshme në historinë e Jugut dhe Juglindjes së vendit. Arkivat historike dhe dëshmitë e kohës flasin për dhunë të organizuar ndaj popullsisë civile shqiptare në zona si Kolonja, Përmeti, Tepelena, Korça, Gjirokastra, Skrapari, Labëria, Borshi e Delvina. Masakra e Hormovës mbetet një nga episodet më të rënda të asaj periudhe. Qindra burra u ekzekutuan, fshatra u dogjën dhe mijëra familje u detyruan të shpërngulen. Kjo është e njëjta periudhë historike që sot përkujtohet si akt dinjiteti. Për çdo shqiptar, ky kontrast është tronditës. Askush nuk konteston të drejtat e pakicave kombëtare në Shqipëri. Ato janë të garantuara me ligj dhe kushtetut, por përkujtimi me tonë krenarie, i një momenti që lidhet me tentativa për coptim territorial dhe me dhunë ndaj shqiptarëve, perceptohet si provokim i pastër. Sidomos kur kjo vjen nga një person që mban disa pozita, ish kryebashkiak i një bashkie shqiptare, shtetas me pasaport shqiptare, eurodeputet që flet në emër të Europës së vlerave. A do të ketë reagim? Parlamenti Evropian promovon fqinjësinë e mirë, stabilitetin dhe respektin për integritetin territorial të vendeve kandidate. Për shumë qytetarë shqiptar, lind pyetja: a është në përputhje me këto parime glorifikimi i një kapitulli që për Shqipërinë përfaqëson një ndër periudat më të errta dhe më të dhimbshme? 1914 për shqiptarët nuk është fest, është kujtesë e një periudhe tragjike. Historia nuk mund të shihet me dy standarde. Ajo që për njërin palë quhet dinjitet, për tjetrën është plag, dhe plagët historike nuk shërohen duke u festuar.